يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla. Atë falenderojmë, për të ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi 106 me radhë që flas me rreth 40 haditheve të Neveviut që i kam mbledh dhe jemi në hadithin e fundit e 42-ën, 42-ën, po që po na mbetën pak sene hale nuk mujto më përfundoj, po mendojmë, shpresoj që bili sot të përfundojna këtu hadithe. Hadithi kjo që vjen prej Enesit radhiyallahu anhu, që thotë se ka thonë, kam dëgjuar pejgamberin duke thonë se thotë Allahu azza wa jall, o biri Ademit, nëse ti më lutesh mua dhe shpeson bindshëm në ato se unë kam të përgjigjë, ti fali me krejt mëkatet çka ki ti fali krejt. Edhe wala ubali e kanë apo një përkthim më të thjeshtë dhe nuk e kam dert këtë çështje ose dhe nuk manin para skën. Vazhdan, o biri Ademit, nëse mëkatet e tua arrin kulmin e qiellit, po kulmin e qiellit ato arrin, por ti më kërko fali mu, ti fali dhe s'manin. O biri Ademit, nëse ti ditën e gjykimit me vjen me mëkate satuka, por shok, shoqëri, shirk, nuk me ke bër, atëherë me qaq falje ki me gjithë të une. Kështë hadithi që në të folë disa para gjumoja këtu. Dhe përmendëm herë në kaluar se por mu të përgjigjë me konë do aja mu të përgjigjë bashma tamam me pos një siguri më të madhe në përgjigjet e doas, ishin 3 pikat më kryesore. E para kur ti lutesh Allahut, mos mu lut veç hajt po lutna, mu të bon shprehi goje, por me bindje të thellë se Allahu ka më të përgjigjë. Kjo e para. E dyta, që mos me lanë, hasi unë nuk po i lutë në Allahut, për shkak se mëkate kam shumë. Mëkate kam shumë, edhe i vjen turp më i lutë Allahut se shumë mëkate kam. Mëkatet e mi janë shumëta, qysh mi thonë o Zot falmi? Edhe kjo s'ban. Sado që t'jenë mëkatet e mdhaja, me ju lut Allahut, sa i falë krejt. Kjo e dyta. Edhe e treta prej pikave kryesore ishte me pas besimin e pastërt. E qartë? Me pas besimin e pastërt. E mos me qenë besimi i rubit, i një losur me shirk, me kufër, me senet që të nxjerrin prej fesë. E kulmi i saj është shirku që u përmend në këtë hadith. Në Allah. Kjo e fundi pra në mbetje dhe pak me i përmend se nëse dën që Allahu më të përgjigj, duhesh me pastru besimin. Si ke me pastru besimin? Me pastru besimin është mos me pranu që ka zot tjetër, as mos me adhuru zot tjetër, as mos me pranu se Allahu ka rivalitet, është dikush si Allahu. Sikur që përmendën që kanë përmend disa herë, disa grupe të devijuara të shiave, të cilët për shembull i dhojnë tipare të Allahut, ja dhojnë Aliut radhiyallahu anhu. Kështu që nuk pritet që këtij Allahu më ju përgjigjet m'ia fal mëkatet. Ose tipare të Allahut azza wa jall i jep Husajnit ose Fatimes, që na kanë mbjell pak e pa ta përmend edhe në të moshuarit tan, jo këta që kina këtu, po të moshuarit tanë në pa të mbjell që me thonë o i Fatimja Muhamedit që na dytë të xhenetit deri në fund. Por në diçka që është çështja e Allahut, ja kanë adresu çikës pejgamberit alayhis salam. Që nuk lejohet. Nëse duhet Allahu më të përgjigj, besimin duhet ta kesh të pastër. Allahu në Kur'an tha, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk të fal, nuk e fal idhujtarin. A jashtë na idhujtaris ja fal kujt e dën.
Kjo do të thotë që Allahu nuk të fal mëkate e idhujtarin nëse njëri është idhujtar, nëse njëri ka besu më shumë se 20, nëse njëri ka besu se Isa është djali i Zotit, por ai pendohet duke qenë gjallë. Do të thotë edhe këto e fal. Por me bo me vdek, me të, ai person nuk pritet që Allahu nuk pritet që Allahu ndonjëherë atë me nxjerr prej zjarmit të xhenemit. E që nëse njëri vdes duke besu më shumë se 20 dhe ju është ngrit argumenti dhe ka pasur rreth që ka mujt me njoft të vërtetën dhe si ka ndjek ata, atëherë nuk pritet që ai ndonjëherë me dal prej zjarmit të xhenemit. Ndërsa kur ke puna tek se Allahu Azza wa Jall i fal jashtë na shirkut, këtu hinë mëkatet që janë edhe kufër, por hinë edhe mëkatet e mëdha, mëkatet e vogla, për krejt Allahu Azza wa Jall t'i fal. Dhe kjo që Allahu t'i fal, ki bazën e imanit, të besimit, Allahu t'a fal. Vjen një ditë, edhe nëse kjo vlen për besimtarin i cili ka mëkate shumë, ose shumë të vogla, ose të vogla dhe shumë të mëdha, edhe nëse hinë në zjarmin e xhenemit, hinë për një kohë, sot don Allahu, por vjen momenti që del ai prej zjarrit të xhenemit për shkak se ka pas besim. A nëse njëri s'ka pas besim, se ka besu Allahun pejgamberin, ka bo shok Allahut, e ka mohu pejgamberin, ka mohu Kur'anin dhe të ngjashme, atëherë për këtë nuk thuhet se ky del ndonjëherë prej zjarmit të xhenemit. Janë hadithi prej Muadhit që e sjell Buhariu, se tha pejgamberi alayhis salam, thot wa haqqul ibadi ala Allahi alla yu'adhib man la yushrik bihi shay'a. Thot Allahu Azza wa Jall është e detyrueshme, e ka bërë Allahu ai për veten e tij, të detyrueshme që të mos i ndeshkoj, të mos i dënoj ata që nuk i bojnë shok Allahut. Për Allah ja ka bë kusht, se Allahu së një ban as kush, ati mi bë kusht të smundet. Por ai ka bë kusht vetës e ti. Cila është ai kusht? Ai kusht është që nëse vdes pa shirk, dhe ato që ka hinë në mbrellën e ti, pa shirk, Allahu nuk të dënon, si kuptohet hadithi, edhe nëse të dënon përkohësisht, amo përjetësisht, gjithë, nuk e dënon robin që s'ka bërë, që s'ka qenë i tillë. Nuk e dënon robin që s'ka bërë shirk Allahut Azza wa Jall. Pastaj puna e tauhidit, besimit, nëse njëri don me po pak ma blic me ja tregu, se si do ta kuptoj ma thjesht, edhe blic edhe thjesht, se unë kam besimin e pastër. Unë musham jam mbledh juve sa ma të thjeshtën metodë që nashta e gjoni dhe në libra. E ajo është, kur thush, La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. A di që i bjen kjo? Kjo i bjen. Për maj ma thjesht. Unë kam bindjen e thellë se nuk ka na i zot tjetër që meriton më adhuru përveç Allahut. Shtinën klapa. Dhe kërejt çka të vjen prej këtij Zoti që unë e adhuroj, e pranoj, nuk e diskutoj, i dorëzohna, i nënshtruhna. E qartë çdo? Nëse qështu e beson që këtë pjesën e parë, e ki let pastaj, e ki let ku të di, qëftë hoxha, apo dikush tjetër, dhe që kjo çështje është e ndaluar. Ti nuk i shumë lexim, edhe thu ka pedin, si po ma argumenton që është e ndaluar, hoxha ose personi tjetër shoku thot, është e ndaluar se Zoti tha në Kur'an kështu. Por ty, përdesa ke pranuar çat pjesën e parë të shahadetit, qysh e përmenda, atër është e letë. U kry, qysh të ka e ndaluar qenka. E disa që nuk e kanë të kompletuar që këtë pjesën e parë,
se çka na vjen tash prej këtij Zoti që unë e besova, edhe i thash o Zot, unë ty të nënshtruhna, në çka të më urdhëroj unë të nënshtruhna ty, që kjo është, nëse ai se ka kuptuar mirë çito, tani e sheh që nuk i dërzohet Allahut ashtu që ç'dot, pra nuk i pranon krejt çka vjen prej Allahut azza wa jall. Edhe nga që kjo pjesërisht e kuptojna, se kam për person të caktuar, se jam një fort juve historikun këtu këtë, vetëm se e kuptojna edhe për personat që se falin namazin. E kuptojna, qysh, se Allahu azza wa jall i ka pru shpallje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se e thirë ezani, ose tash e thirë ezani për xhumo. Thirë ezani, Allahu po të thret. Në ezan kuptohet qysh, Allahu po të thret. Po të thret Allahu, ai i cili për ty s'ka nevoj asagerim se atomi s'ka nevoj për ty. Ti ki nevoj çdo frymarrje dhe edhe ma pak se frymarrjet e tua ki nevoj për të. Por ti si përgjigjesh, ai thet hajde në xhumo. Personi si përgjigjet, i thet Allahut, shikoj o Zot, jo s'po vi. Por ti në shahadet thove, çka të më thush ti o Zot, unë e marrë pranaj dhe në shtruhna. Ka që ky Zot, që s'pas ka nevoj për ty, ti pas ke nevoj për to, ai po të thret. Allahu Akbar, hajde se Allah është më i madh, ai po të thret në xhumo. Robi thotë, "Pse s'po vi? Pse s'jam fër disponim?" Jep me kuptu që nuk e ka të qartë besimin, nuk e ka të qartë se ka kuptu as shahadetin mirë të fesë. Kjo është la ilaha illallah, unë pathoj mirë, dash mu të pranu duaja, me konë shahadeti jëtë, besimi jëtë i pastet. Kjo pjesa parë, ma të thjeshtë në që përpiqa me ba, edhe pjesa e dytë, Muhammedun e Rasulullah, Muhammed është i dërguar i Allah. Edhe qitu, i thu ti Allah, o Allah, unë ta besova të dërguarin tënd që ti e zgjedhe për njerëzimin si vull pejgamberis, si vull pejgamberve. Ta pranova, e besova bindshëm, jam i kënaqshëm që ti e ke zgjedhë këtë dhe çka të na bisht ti neve. Përmes këtij pejgamberi na e morën, unë e marr, e pranoj, dorëzohna dhe nuk filozofoj. E qartë? Prandaj ata që e kanë qëtë pjesë në rregull, kur ti thush ti, që kjo haram, a të pse? I themi sepse pejgamberi në filan hadithi vërtet e ka ndalu, kjo që e ka në rregull u kry, e pas ka ndalu pejgamberi, ç'është të kryer. Veç nëse ka një sqarim të dy fesht ose sqarim pak më të thellë hadith, diçka tjetër, përndryshe e pranon. Ndërsa ai që se ka të qartë dhe se ka besu që është dohet, edhe që këtë pjesën e dytë që e përmenda, ai kur ti thu çështu ka thonë, çështu është haram ose halal. Thot kush po ta thet? Ka thonë pejgamberi. Thot pejgamberi ka jetu tash 1445 vite. Si ti thot çështu, jep me kuptu që kjo veç gojarisht. E ka shahadetin edhe besimin e ka veç gojarisht. Amo në zemrën e ti nuk ka prek. Në zemrën e ti prek atëherë, kur thush ka thonë Allahu, dhe kjo mos se diskuton, nëse s'mën e bon, thot vallaj nuk po muj me kry, e di që haram dhe në qof jam, po s'më bekry, kjo çështje tjetër. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, njërë obligative, vallaj që kjo ka qenë ka e vërteta, çështu s'po diskutoj ka, por vetëm se one nuk po muj me kry gjënaqar, rëb gjënaqar, për ndryshe kjo ka e vërteta. Pe ka dhe qysh besimi ma i thjesht u përpiqa në këtë hadith. Çka mbledhmi ose çka kuptojna prej këtij hadithi si rrëmbullaksim, hamdram duke të erdhi funi. Si rrëmbullaksim të këtij hadithi të fundit të 40 haditheve, çka mbledhmi? Mujna me kuptu se ky hadith është një prej bazave të një derë e madhe, si derë e shpjegimit të pendimit dhe të kërkim faljet Allahut. Pse kështu? Se në fillim Allahu në hadith kutsi, kjo hadith kutsi tha o robi jam, nëse ti me vjen me gjunahe, ose nëse më kërko falje me bindje të tillë ti falje, edhe s'manim. Kjo për ti hap dyrt e pendimit. S'don të thot hadithi që ti hap dyrt e mëkateve, por dyrt e pendimit. Këtë të parën që ka nxjerr për hadithit. E dyta që ka nxjerr me ato se sa vlerë të madhe
pas ka pendimi tek Allahu Azza wa Jall. Sa shumë e pas ka vlerësu Allahu pendimin, mu pendu, miro pishman për ato që ke bot keqe, sa shumë e pas ka ngrit Allahu, sa që nëse po të arrikan mëkatet e tua, deri në re, deri në vranësira, deri në qjej, me të arrit mëkatet e tua, atëherë Allahu, edhe i kërkën fali Allahu po t'i falka. Pastaj, prej haditit e nxjerrmi atë që si pikë që përmendu më lartë, se nëse du që Allahu më të falë, çfarë vlere i paska dhonë Allahu një vepre të zemrës, në i herë në tarme një ka dhe që kina vepra të gjymtyrëve dhe zemrës, që është akides pak më haron për juve, por, bles për ka e mëri vesh, kështë mëri. Një vepre e zemrës, e ajo është shpresa. Ky hadith, po na tregon se sa e rëndësishme qenka tek Allahu shpresa. Pse? Në fillim tha, nëse më kërkon në falje, me një shpresë të fortë se unë kam ta fal, ti fali. Keve që shkeve ti fali. Kjo hadith na mëson se na shpresën në Allahun nuk duhet ta hekmi kur. Shpresën se na kanë përmend gjatë shpjegimit të hadithit. Duhet me qenë në barabart, parafërsisht, me kon shpresa, frika, dashuria. Me dashtë Allahun, me ju frigu Allahut, me shpresu në Allahun si barabart. Me kon, ju si më ndodh do ma lartë, do ma pak, do ma shumë, e kena spjegu këtë ma herët. Më nënësi. Pastaj, prej këtij hadithi e nxjerr me ato se sa e rëndësishme qenë ka me pos besimin e pastër. Ndash Zoti me të fal, po do ka me pastru besimin tanë. Qysh e pastën? Merre ka pe librat, ka pe Kur'anin, fjalët e pejgamberit, edhe ulu para një dietari, ose ulu para një hoxhe, edhe ngjiti gojt me gojt e tij. Kështu ka vepru Gjibrili kur i ka ardhur pejgamberit alayhi salatu wasalam. Hadithin e Gjibrilit, shqipish hadithin e Gjibrilit, dietar ka shkruar libër. Po më nësi, hadithi i Gjibrilit i ka ardhur njëri ka ul gojt. S'pes gojt tani, se po du më dal për hadithit. Më nësi, ngjiti gojt e tu me gojtën e hoxhës. Edhe mësoje besimin, se ne paç besimin në rregull, edhe nëse ki mëkate sot tuka ndi gjykimit, por besimi jëtë në rregull, Allahu kërejt po t'i falka, sot tuka falje. Ka në për këti hadithi kuptohet rëndësia e besimit. Pas Zotin, pas po t'i besim të pastë të robit di gjykimit nuk shpëton xhenem shkallë. Por të pastë në besimin. E por. Tjetra çka kuptojna për këti hadithi se robi si rob, njeri që mos më na çudit edhe neve fat, është i dopt. Pse i dopt? Po e bëni me shenjë pejgamberi ose hadithi ku si Allahu e bëni me shenjë se në marsh më gjunohë së tuka. Qka nën kuptan haqikja? Nën kuptan se Europe është i dëbë, ban gjunohë. Ose, ti në bafsh gjunohë sa deri arin gjunohë të tua në kulmin e qilit, ose në re, jep me kuptu se Europe ban gjunohë. Kjo hadith na tregon edhe dëbsin e insanit. Pastaj, rrezikun e shirkut na tregon hadithi. Rrezikun e shirkut, qështa? Allahu në Kur'an, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk ja fal shirkun kërkujt. Jashtë na shirkut i dhujtaris. Allah të fal. Nëse dën. Por ndryshe. Me rëndësi, kjo ishte elhamdulillah konkluza që mujta me bë për këtë hadith. Dhe kjo është hadithi i fundit i 40 haditheve të Neveviut. Pra i mbajtëm një 106 para dersë që flasmi për 42 hadithe veç. Apo e vërejni se sa e gjërë është dini. Unë që i flasë 106 derse që të përpara, për mi dalë në fund një libër theje të vogël me 42 hadithe. Qka jam mërmendja juve? Me gjitha ato libra, me gjitha ato koleksionet libra dhe të hadithit që e nërë, me janis mi spjegu që të, qka jam mërmendja? Kur i bje fundi mi rëmbollaksun ato? I bjen, në veç një të ufshën një 2 milion vjetë edhe një kry. Kështu që alhamdulillah, falenderojnë a Zotin e madhreshëm, që ma mundësoj me kry këtë liber. Këtë liber kanë kry njerëz më ditur të mëdhaj para meje. Kështu që alhamdulillah që... Kështu që alhamdulillah, e lusmi Allahun azza wa jall që ta pranon këtë prej veprave të mira. Kjo ishte përposhtë, atë mbetet për na pjesa tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin.